Ti do të humbësh kila apo të rregullosh organizmin e metabolizmit që të kapjet, karoni gjumë? Kjo ka një mekanizëm që quhet biciklet ose këmbë. Unë se përdor gjatë në botë njerë, po. Doni t'u them diçka nga libri. Është pjesë e bukur që dua që ta dëgjoj. Pjesën e trupit, shpirtit, mendjes. Po. Atëherë. Vetëm mos e biti gjatë, Jo, është e shkurtër. Dilni në mëngjes dhe dëgjoni tingujt, një ansambël muzikor i zogjve këndon sipër degëve të arta të pemëve, shpërpuritjet e puplave të zogjve gjatë dëborës, zhurma e shiut, tundja e degëve të pemëve, ora e mbrëmjes 20. Këto i ofrojnë trupit një relaksim të thellë, ulin tensionin arterial dhe rigjenerojnë serotoninën në tru. Por sot ka ndjenja plastike, trupa plastik, kuti plastike, mendimet të njëjta. Ku do ngjyra gri? Përse? Shtëpi tona e vetëm si kuti shkrepse, ushqime pa shije, shikime të njëjta, meloditë e telefonave janë të njëjtë. Ne duhet i rikujtojmë vetes se duhet ngelemi akoma njerëz. Duhet jemi akoma në sinkron me tingujt e natyrës, me cilësirimat e zogjve dhe me rëndësishmja me trupin ton. Mesazhi. Mesazhi shumë i bukur, po unë do t'i prapë në shat i bie. Qofse unë do ta kisha këtë mundësi. Po ti e ke shtëpinë vetë kuq, pse angoj? A jap shpjegime shumë. Megjithatë unë shoh që jemi në mesazh. Briziri, megjithatë unë shoh Po, që Brezi i ri është i drejtuar shumë brezat më të rinj se brezat që janë drejtuar, brezi që është i drejtuar Ozempikut, janë drejtuar palestrave, aktivitetit fizik. Dhe kjo është një fenomen i vërtetë. Një sekond, ku ishe kur të mora në telefon? Palestër. Ishte në palestër? Dhe janë, do me thënë, janë larguar pjeve alkolike dhe narkotike dhe janë, mendojnë më shumë për shëndetin, për më afatgjat. Jo vetëm. Qa më the për palestrën? Kush e kishte bekuar? Tregoj çikat. Palestrën kush e kishte bekuar? Ka bekuar palestrën? Palestrën kush e kishte bekuar? Prifti, Hoxha, kush? Zoti më zoti. E diskutuam. Ka bekuar zoti, sepse është e vërtetë edhe nga ana psikologjike, ti ke të bësh me njerëz që shikojnë, nuk e asnjë lloj interesi përveç se asaj që të shikojnë Po për të kthehet në obsesion pas e palestra do të fryesh. Jo, po le ai është obsesion i bukur. Më mirë të fryesh ashtu se po, edhe po shikja një TikToker që kishte postuar ndërkohë që vlerat, më fal. Vlerat e testosteronit janë maksimumi deri në 12-15 diçka dhe ai ishte 25 dhe krenoheshe që nëpërmjet steroideve kishte arritur vlerat e testosteronit 25 vjeç me këto lloj nivelesh. Ndërkohë që para infarktit janë gati. Të them diçka. Oraret e palestrës, pra palestra është e shëndetshme. Pra palestra është shumë e shëndetshme dhe patjetër duhet bashkangjitur me gjumin dhe ushqimin e shëndetshëm. Por, ka orare të cilat orari palestrës nuk këshillohet, do me dhe në orën 12 të natës, 1 të natës, ti punon gjatë gjithë ditës, mes natës, ti fut një dozë kreatine, shumë mirë, ullet kortizoli. Tek të rinë shihet një problematik, tek ata cilët dhe abuzojnë me substanca, steroide, kreatin dozë të lartë. Kreatina për të marrë do dhe një stil jetese deri diku të shëndetshëm. Duhet që të konsumon shumë ujë, duhet të parë një rajo veshka. A ke ndonjë kist, a nuk ke ndonjë kist, duhet bërë një analizë, bëj një konsult me mjekun, bëj një analizë për të parë këtë veshkë.